përshëndes dhe mirë se vini, ky është edicioni I lajmeve I orës 11. Sot është heshtje zgjedhore, ndërsa nesër do të votohet në 5 bashki të vendit në zgjedhjet e pjesshme. Janë mbi 334.000 votues me të drejtë vote që do të zgjedhin kryebashkiakët e ri, ndërsa vlen të theksohet se fushata zgjedhore ka qenë zbet dhe jashtë vëmendjes mediatike. Socialistët kanë kandidat në të 5 bashkit, ndërsa Partia Demokratike mbështet kandidatët e pavarur. Sot është heshtje zgjedhore, ndërsa nesër 334.539 votues të 5 bashkive do të votojnë për të zgjedhur kryebashkiakët e rinj. KQZ ka shpërndarë materialet zgjedhore në 5 bashkit: Vlorë, Berat, Cerrik, Mat dhe Pelen. Në 5 bashkit ku do të zhvillohen zgjedhjet, Policia e Shtetit ka marrë në ruajtje 9 objekte zgjedhore, ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve, si dhe 473 objekte që do të shërbejnë si qendra votimi. Në total janë 612 punonjës policie që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve. Policia e Shtetit I bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast që synon të tjetërsojë voton e tyre. Për herë të parë për këto zgjedhje të pjesshme, kandidatët thuajse nuk kanë bërë fushat ose kanë qenë jashtë fokusit mediatik, ku kanë munguar edhe liderët e partive të mëdha që nuk janë shfaqur në asnjë takim elektoral. Në Vlorë numri I qytetarëve me të drejtë vote është rreth 172.000, në Berat mbi 82.000, në Cerrik 39.000, në Mat 29.000, ndërsa në Tepelen 12.600. Partia Demokratike dhe opozita zyrtarisht nuk kanë kandidat të regjistruar në siglën e tyre, por kanë deklaruar mbështetjen për disa emra që kandidojnë si të pavarur, të cilët do të jenë përballë 5 socialistëve, por edhe disa emrave të tjerë. Mandati I kryebashkiakëve të rinj do të jetë vetëm një vit e gjysmë, derisa të mbahen zgjedhjet lokale në pranverën e vitit 2027. Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha ka njoftuar nisjen e një serie veprimesh dhe protestash kundër qeverisë, duke akuzuar majorancën për bllokimin e opozitës në kuvend. Ai ka paralajmëruar ngritjen e një platforme publike përpara kryeministrisë, ku deputetët dhe qytetarët do të shprehin qëndrimet, si dhe zhvillimin e protestës së parë kombëtare në ditët në vijim. Partia Demokratike do të nisë reagim kundër asaj që e konsideron bllokim të opozitës dhe fjalës së deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë nga socialistët. Kreu I PD-s Sali Berisha thotë se deputetët demokrat e qytetar do të ndërtojnë një platformë përpara kryeministrisë për të thënë fjalën e tyre. Do I sugjeroj grupit parlamentar dhe partisë që opozita të hap platformën parlamentare para ndërtesës së Këshillit Ministrave dhe aty deputetët e opozitës, qytetarët të paraqesin në fjalimet e tyre të gjitha mendimet, propozimet, denoncimet. Pas 9 seancash, opozita është lejuar të debatojë vetëm një ditë në parlament. Atëherë ne kalojmë në debat me qytetarët. Kjo nuk do thotë bojkoti parlamentit. Jo, po kjo do thotë se opozita do zhvillojë betejë dhe brenda parlamentit. Bashkë me këtë ide, Berisha paralajmëroi edhe nisjen e protestave. Protestat kombëtare janë tejet të vonuar dhe shpejti do komunikojmë para jush protestën e parë kombëtare. Ftojmë të gjitha ata qytetarë që janë të gatshëm të luftojnë për votën e lirë, kundër një regjimi që e ka konfiskuar atë, e ka vjedhur atë. Sa I takon ligjit për barazinë gjinore, lideri I opozitës tha se Partia Demokratike do të bëjë çfarë të mundet për ta rrëzuar, pa përjashtuar edhe referendumin. Partia Demokratike nuk pajtohet me këtë ligj. Do ndërmarrë të gjitha hapat kushtetuese, do rikonsideroj referendumin dhe çdo gjë të mundësve të nevojshme për anullimin e këtij ligji. Berisha akuzoi Ramën e Ballukun se janë autorët e vjedhjeve më të mëdha të parave të shqiptarëve. Se tuneli është kryekput vepër Rama Balluku, ndaj dhe rëndom po e quhen populli tuneli Palloshi I gjatë. Të bëjë ç'të doj, po Belindës nuk sepse ka veta këtë. Po Belinda ka luajtur rolin më negativ, më përgjegjës për të, sigurisht, nuk dua me asgjë të justifikoj qëndrimet e saj, po ju e patë si funksionon. Ky është një përshesh dhe jo shtet, përshesh mafioz. Njerëz mafioz që vendosin rrugë, vendosin s'kan as ligj as moral.
Socialistët dhe demokratët janë drejtuar zyrtarisht kuvendit me kërkesat veçanta për përjashtime nga kuvendit të zyrtarëve të lartë. Socialistët kërkojnë përjashtim deri në 60 ditë të Sali Berishës, pasi gjykojnë se ka përdorur gjyfyese dhe denigruese ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Pas debateve dhe qëndrimeve të mbajtura në seancën plenare të kësaj enteleje mbi ligjin për barazin gjinore, grupi parlamentar i Partisë Socialiste kërkon përjashtimin deri në 60 ditë nga kuvendi të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Në kërkesën e depozituar në kuvend, deputetët socialist shprehen se Berisha ka bërë deklarate publike fyese, denigruese dhe diskriminuese ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato. Në seancën plenare të datës 6 nëntor 2025, deputeti Sali Berisha ka bërë deklarata publike fyese, denigruese dhe diskriminuese ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, zotit Silvio Gonzato, duke cënuar jo vetëm dinjitetin personal të përfaqësuesit diplomatik, por edhe imazhin institucional të kuvendit të Shqipërisë. Ky veprim përbën shkelje të rëndë të etikës parlamentare dhe cënim të drejtë për drejtë të parimeve të sjelljes së deputetit të përcaktuara në kodin e sjelljes dhe në rregulloren e kuvendit. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste dënon me ashpërsinë më të madhe sulmin ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian, zotit Silvio Gonzato. Kjo nuk është kërkesa e vetme e depozituar në kuvend. Si kundërpërgjigje, deputetët e Partisë Demokratike kanë kërkuar përjashtimin me 10 ditë nga kuvendi të kreut të grupit socialist Tauland Balla, pasi sipas tyre ka përdorur gjufyese dhe kërcënuese ndaj deputetëve të opozitës. Në seancën e datës 6/11/2025, në shkelje të plotë të etikës dhe gjuhës parlamentare, gjatë diskutimit të tij në foltoren e kuvendit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, ndërkohë që fliste për miratimin e kalendarit dhe programit të punës së kuvendit, ndërmori një sulm me fyrje dhe gjuhë jo parlamentare drejtuar deputetëve të opozitës. Gjuha jo parlamentare dhe fyese që përfshin fjalët lihni, raca e këtyre, ta tregoj unë ty, gënjeshtar e të tjerë, gjatë fjalës për kalendarin dhe programin, është shkelje disiplinore. Kjo sjellje e deputetit Tauland Balla është e përsëritur seancë pas seance dhe mbetet në çdo rast e pandëshkuar. Fyrja dhe kërcënimi ndaj deputetëve të opozitës është i papranueshëm dhe duhet të shoqërohet me masën disiplinore, përjashtim me 10 ditë nga seanca plenare dhe komisionet parlamentare. Betejë politike mes mazhorancës dhe opozitës tashmë ka kaluar edhe në sekretariatin e etikës. Mbetet për të parë se cili do të jetë qëndrimi në mbledhjen që pritet të zhvillohet në fillim të javës së ardhshme. SPAK po e heton zëvendës kryeministre Melinda Balluku dhe për pastrim parash dhe korrupsion. Ka dyshime që ajo ka bërë transferta të mëdha në banka jashtë vendit. Për një rast thuhet se 6 milion euro janë dërguar në një bankë në Zvicër dhe për këtë është implikuar një zyrtar i doganave. Melinda Balluku po hetohet edhe për pastrim parash e korrupsion përveç çështjes së tunelit të Llogaras. Hetimet sipas gazetares dhe moderatores së oponencës në News 24 Andorina Allabani kanë baza në 8 procedime penale të regjistruar ndaj zëvendës kryeministres. Një prej tyre lidhet me transferimin e mbi 6 milion eurove në një bankë zvicerane në emër të Ballukut, çështje që është tashmë objekt hetimi ndërkombëtar. Këtu dyshohet se është përfshirë edhe zyrtari doganor Klodian Çani. Sipas të dhënave që kam, një nga personat kyç në këtë aferë është Klodian Çani, zyrtar në drejtorinë e doganave. Ai është konsideruar si kutia e Pandorës, sepse vepron si një bankë e vogël që ka garantuar transfertat e parave të bëra në emër të shtetit, deklaroi ajo. Labani tha gjithashtu se Çani është personi që ka menaxhuar fondet e doganave dhe që sipas informacioneve ka kryer pagesa për zyra të ndryshme në Athinë gjatë kohës para zgjedhjeve. SPAK ka dërguar letërporosi ndërkombëtare dhe pritet të vinë përgjigje nga disa vende përfshirë Zvicrën dhe Meksikën, ku dyshohet se janë realizuar transferta të tjera me shuma të mëdha parash. Kryetari i Partisë Mundësia Agron Shehaj ka publikuar përmes një video në rrjetet sociale deklaratën e biznesmenit Bexhet Pacolli, i cili ka zbuluar se si gara për ndërtimin e aeroportit të Vlorës ka qenë fiktive dhe e paracaktuar në zyrën e zëvendës kryeministres Melinda Balluku. Shehaj, duke komentuar intervistën e dhënë në media nga Pacolli, thekson gjithashtu se pas aferave korruptive me dhënien e koncesioneve për vjedhjen e parave të qytetarëve shqiptar, qëndron përveç ministres Balluku edhe kryeministri Edi Rama. Çdo gjë vendoset nga Balluku dhe nga kryeministri Rama. Kjo është çmenduria që ndodh në Shqipëri. Kështu vidhen paratë e shqiptarëve
përdit nga kjo qeveri e korruptuar. Dhe ndërkohë që Balluku është e pandehur nga SPAK, Edi Rama vazhdon dhe e mban aty, shprehet Agron Sheaj. Si më tej, fitoren e tij kundër qeverisë dhe presidencës në gjykatën kushtetuese, Erion Velia e konsideron një fitore për demokracinë shqiptare dhe për votën e lirë. Në reagimin e tij të parë në Facebook nga e hëna kur kushtetuesja ka rrëzuar vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin nga detyra si kryebashkiak dhe dekretin që ka pasuar më pas me shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë, Velia i thotë se vendimi nuk ishte vetëm për t'i rikthyer mandatin atij, por për t'ia rikthyer popullit të Tiranës. Velia i shkruan se drejtësia kushtetuese foli dhe se do të bëjë gjithçka që ka në dorë për të vijuar punën si kryetar dhe që të ushtrojë mandatin që i kanë besuar qytetarët. Kushtetuesja e la në detyrë Erion Veliajin si kryebashkiak i Tiranës. Me një vendim 5 vota pro dhe 3 kundër, gjykata kushtetuese ka rrëzuar vendimin e qeverisë për shkarkimin dhe ka shfuqizuar dekretin e presidentit Begaj për shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë. Kjo gjykatë ka argumentuar se Veliaj nuk është pyetur, duke ju mohuar një proces i rregullt ligjor dhe ka theksuar se një kryebashkiak mund të shkarkohet vetëm sipas nenit 115 të ligjit themeltar për një shkelje të rëndë. Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetime dhe ka dërguar për gjykim 3 personat akuzuar për korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhje në favor të Partisë Socialiste. Të pandehur janë Gersi Kaçorri, Besnik Uka dhe Artur Jahja. Në njoftimin e SPAK bëhet e ditur se korrupsioni zgjedhor ka ndodhur gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 në qarkun e Lezhës. Hetimi ka evidentuar se të pandehurit kanë qenë aktiv në fushatën zgjedhore në mbështetje të Partisë Socialiste, duke ofruar dhe shpërndar para tek zgjedhësit për të ndikuar në mënyrën e votimit të tyre. Ndrojmë tani temën e informacioneve. Universiteti Luarasi ka çelur zyrtarisht programet bachelor të London School of Economics dhe Political Science, një prej universiteteve më prestigjioze në botë për ekonominë dhe shkencat politike. Ky hap historik sjell mundësinë për studentët shqiptar të ndjekin një kurikulum ndërkombëtar pa u larguar nga vendi i tyre. Presidentja e Universitetit Luarasi, Fabiola Hyssem-Belliu, ka theksuar rëndësinë e edukimit si mjet për zhvillim dhe përballjen me sfidat globale. Universiteti Luarasi çeli zyrtarisht programet Bachelor të London School of Economics and Political Science, një nga universitetet më prestigjioze në botë për ekonominë, menaxhimin dhe shkencat shoqërore. Presidentja e Universitetit Luarasi, zonja Fabiola Hyssem-Belliu, ftoi studentët në këtë rrugëtim të ri dhe theksoi rëndësinë e përvojës akademike dhe intelektuale që ofron LSE. Welcome to London School of Economics double degree program with University Luarasi. Ndërsa filloni këtë udhëtim emocionues, dua të ndalem një moment për të njohur arritjen e jashtëzakonshme që ju ka sjell këtu sot. Keni punuar shumë për të fituar vendin tuaj midis mendjeve më të mira dhe më të ndritura të studentëve shqiptar. Një botë mundësish ju pret. Shkolla e Ekonomisë në Londër është një vend ku debatohen idetë, ku testohen teoritë dhe ku shtyhen kufijtë e njohurive. Ndërsa lundroni në këto vite të ardhshme, ju inkurajoj të jeni të hapur, të jeni kurioz dhe të guximshëm. Merrni rreziqe, bëni pyetje dhe kërkoni përvoja të reja, angazhohuni me kolegët tuaj, pedagogët tuaj dhe botën përreth jush. Miqt që bëni, idetë që hasni dhe sfidat që ka përceni do të formsojnë kohën tuaj këtu dhe më tej. Do të keni mundësinë të mësoni nga ekspert kryesor në fushat e tyre, të merrni pjesë në kërkime të përparuara dhe të zhvilloni aftësitë dhe njohuritë që do t'ju përgatisin për sukses në karrierën tuaj të ardhshme. Në fjalën e saj, Fabiola Hyssem-Belliu theksoi rolin e ekonomistëve të rinj në përballjen me sfidat globale dhe rëndësinë e edukimit si mjet për zhvillim të qëndrueshëm. Embracing the LSE experience
Bota ka nevojë për njerëz me aftësitë, kreativitetin dhe pasionin tuaj. Si ekonomist, do të keni fuqinë për të formësuar politikat, për të ndikuar në vendime dhe për të nxitur ndryshimet. Do të jeni pjesë e një komuniteti global që po punon drejt një të ardhmeje, më të begatë, të barabartë dhe të qëndrueshme. Do të keni mundësinë të përballeni me disa nga sfidat më urgjente të kohës sonë, nga ndryshimi i klimës te pabarazia, nga varfëria te përçarja teknologjike. Do të keni mjetet, njohuritë dhe mbështetjen për të bërë një ndikim të vërtet. Pra kapeni momentin, shfrytëzojeni sa më shumë kohën tuaj këtu. Bëni pyetje, kërkoni mundësi dhe shtyjeni veten të rriteni. London School of Economics është një vend ku mund të jeni, të mendoni dhe të bëni çfarë ju aspironi. Rektori i Universitetit Luarasi Temruka ju tha studentëve se marrja e diplomës së LSE-s do të jetë një dokument i rëndësishëm për të ardhmen e tyre. Unë mendoj se kjo është një përbjekje kombëtare për të arsimuar djemtë dhe vajzat shqiptarë dhe për të dhënë një diplom dinjitoze. As vetë ju nuk e imagjinoni se çfarë zgjedhje keni bërë dhe sa shumë pishman do bëhen ata që u tërhoqën rrugës për shkak të hezitimeve të ndryshme. E dini se sa vlerë ka diploma që do merrni? Do mburreni me, do identifikoheni me të dhe portat do jenë më të hapura për ju në tregun e punës këtu në Shqipëri, por dhe në vendet e tjera të botës. Universiteti Luarasi është i pari universitet në Ballkan që ka sjellë programet e LSE-s në Shqipëri. Drejtori akademik i asociuar në Departamentin e Statistikës pranë LSE-s, James Abdej, tregoi rëndësinë e këtyre 3 programeve. Ajo që do të mësojnë studentët këtu në Luarasi është e njëjta që jap si leksione në LSE në lidhje me kurset e statistikës. Pra me pak fjalë, është i njëjti kurrikulum i London School of Economics që ne japim si leksion këtu në Luarasi. Në të gjithë botën kemi rreth 10.000 studentë që po ndjekin studime të udhëhequra nga LSE. Është një program botëror dhe studentët do të kenë mundësi të angazhohen me studentë të tjerë dhe mësues në të gjithë botën. Gjithashtu do të ishte kënaqësi që të vini të na vizitoni në Londër, në London School of Economics. Studentët do të kenë akses në materialet dhe metodologjinë e LSE-s, ndërsa procesi mësimdhënies do të realizohet nga staf i certifikuar dhe i akredituar i Universitetit Luarasi. Programet e ofruara nga University of London në drejtimin akademik të London School of Economics, Business and Management, Finance dhe Data Science and Business Analytics janë ndërtuar për të përgatitur një brez të ri profesionistësh që mendojnë globalisht, veprojnë me integritet dhe inovojnë me përgjegjësi. Një prej studenteve të financës, pjesë e programit të LSE-s, tregoi përse zgjodhi të studiojë në këtë program. Kur mësova për herë të parë se Luarasi do të ofronte këtë diplom, e kuptova menjëherë se përfaqësonte diçka të veçantë. Një program i artuar dhe i udhëhequr nga një prej universiteteve më të mira në botë, në fushën e financës dhe ekonomisë i ofruar këtu në Shqipëri. Është më shumë se një rrugë akademike. Është një urë midis ekselencës ndërkombëtare dhe ambicjes sonë. 3 prej studentëve të Universitetit Luarasi kanë përfituar bursa ekselence nga UBA Bank, ABI Bank dhe nga Hysem Belliu Group për të ndjekur një prej 3 programeve që ofron LSE. Jemi shumë të kënaqur sot që ndodhemi këtu për këtë iniciativë kaq të bukur në mbështetje të studentëve ekselent me anë të një burse që Banka Amerikane e Investimeve ofron në bashkëpunim dhe me Universitetin Luarasi dhe London School of Economics. Gjithmonë do të investojmë sigurisht me optimizëm në arsimin shqiptar dhe për të mbështetur talentet e reja. Grupi më i madh financiar në Shqipëri, Eurosig, Insig dhe UBA Bank, në kujdesin e veçantë të presidentit të grupit, zotit Kadri Moruina, është shumë i interesuar për bashkëpunimet me institucionet arsimore. Veçanërisht me Luarasin, jemi shprehur të gatshëm për të investuar për këtë bursë, duke qenë se Universiteti Luarasi ka hedhur një hap shumë të rëndësishëm në sjelljen e LSE-s në Shqipëri. Është momenti që Shqipëria të fillojë të investojë në këtë drejtim me qëllim që të mbajmë trurin në Shqipëri. Ky bashkëpunim shënon një etapë historike për arsimin e lartë shqiptar, duke e vendosur Luarasin në elitën e universiteteve të njohura ndërkombëtarisht, si qendër e njohur mësimore e Universitetit të Londrës.
Partia Demokratike akuzon qeverinë se ka kthyer Tiranën në lavatriçe parash përmes skullave shumëkaqe. Zëdhënësja Genta Vangjeli shigjeton ministren e brendshme Albana Koçiu, duke akuzuar atë për një show mediatik dhe mbulim të aferave korruptive në ndërtim në vend që të nis aksionin nga qendra e kryeqytetit sipas saj, ku kullat e luksit po ngrihen mbi korrupsionin dhe pastrimin e parave. Presim pak qaste. Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj aksioneve të fundit të qeverisë kundër ndërtimeve pa leje, duke i quajtur ato skenime për propagandë. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja e strukturës antikorrupsion Genta Vangjeli akuzoi ministren e brendshme Albana Koçiu se po bën show publik me aksionin në liçenin e Thatë, ndërsa ndërtimet më të mëdha dhe më të dyshimta ndodhen pikërisht në zemër të Tiranës. Pak ditë më parë, ministra e brendshme Albana Koçiu, shoqëruar me nënkryetarin e Bashkisë Tiranë, drejtorin e përgjithshëm Policisë Shtetit, drejtoreshën e IMT, inskenuan një tjetër show publik në liçenin e Farkës për treguar për kushtimin e qeverisë kundër ndërtimeve pa leje. Nëse ky aksion do ishte real, ministra Koçiu duhet kishte filluar punën e saj vetëm disa metra larg zyrës cilës drejton, pikërisht në qendër të kryeqytetit, aty ku ngrihet kull pas kulle. Sipas Vangjelit, qeveria nuk guxon të prek ndërtimet në qendër të kryeqytetit ku janë ngritur kulla dhe komplekse luksoze që po shërben si lavatriçe për pastrimin e parave. Le të fillonte me lejet e ndërtimit apo katet pa leje të Tiranas Rock, Book Building, Met Building Tirana, Ice of Tirana, West Residence, Kulla Pyll, Kubi Bllokut, Baun Tower e shumë të tjera. Pa harruar rezidencat luksoze se Tirana Festival City, Square 21, Fiori di Bosco, Tirana Splendor e 10 projekte të tjera gjigande që kanë rrethuar kryeqytetin me beton dhe parat pista. Sipas dhënave të Partisë Demokratike, vetëm në 7 vitet e fundit janë dhënë leje ndërtimi për rreth 12 milion metra katror sipërfaqe banimi dhe komerciale, shumica e tyre në qendër të kryeqytetit. Sot, 1 metër katror në këto godina shkon deri në 5.000 euro, një çmim sigurisht i papërballueshëm për banorët e thjeshtë, të cilët nuk kanë vend në to. Prandaj, shumica e tyre janë bosh. Treguesi i qartë i pastrimit parave që po ndodh në sy të të gjithëve. Partia Demokratike i bën thirrje SPAK-ut të hetojë lejet e ndërtimit të dhëna dhe zbatimin e tyre, burimin e fondeve dhe skemat e pastrimit të parave pas projekteve, si dhe lidhjet midis ndërtuesve dhe funksionarëve të lartë shtetëror. Publicitet, kthehemi pas pak. Rikthehemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. Një ish ushtarak i forcave të armatosura bie në pranga pasi dyshohet se furnizonte grupe kriminale me armë zjarri. 46 vjeçari nga Tirana përdorte taksinë e tij për të fshehur aktivitetin e palishëm, ndërsa ishte arrestuar edhe 3 vjet më parë për të njëjtën veprimtari. Një ish ushtarak dikur pjesë e repartit të Pez Helmezit ka përfunduar sërish në pranga pasi dyshohet se furnizonte grupe kriminale me armë zjarri. 46 vjeçari Altin Selami është ndaluar nga policia e Tiranës gjatë operacionit të koduar Gun Expert, i cili u zhvillua nga Komisariati i Policisë nr. 4 në bashkëpunim me seksionin e trafiqeve dhe në drejtimin e prokurorisë së Tiranës. Selami sipas zburimeve hetimore përdorte taksinë e tij për të transportuar armë dhe municione, me qëllim që të shmangte kontrollet policore. Gjatë aksionit, efektivët sekuestruan 4 armë zjarri pistolet, sasi municioni luftarak, lëndë narkotike dyshuar si kokainë, si dhe pjesë të ndryshme armësh. Ky nuk është rasti i parë që emri ish ushtaraku del në qendër të hetimeve për tregti të palishme armësh. Në vitin 2022, ai ishte arrestuar dhe pezulluar nga detyra ushtarake pas dyshimeve se ndihmonte dhe furnizonte me armë grupe kriminale në Tiranë. Burime nga policia thënë se hetimet për rrjetin që ai mund të ketë furnizuar janë ende në zhvillim, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Një trup i djegur me pranga në duar gjendet brenda një makine të vjedhur në Viotias pranë Athinës në Greqi. Trupi i djegur dyshohet se i përket një shtetasi shqiptar dhe është plotësisht i karbonizuar dhe i pamundur për tu identifikuar. Ngjarja supozohet se ka ndodhur prej të paktën 48 orësh, ndërsa forcat shumta policie shkuan në vendin e ngjarjes.
Deri më tani, mendohet se trupi përket një shqiptari i cili është shpallur i zhdukur nga familjarët ditën e njëjtë. Nëse ky është viktimë e krimit makabër, bëhet fjalë për një person që nuk kishte precedent penal dhe disa ditë më parë ai është larguar nga banesa. Mjeti brenda së cilit ndodhej viktima me pranga dhe i djegur është gjetur në një vend larg banorëve dhe kalimtarëve. Eci më tej përplasja mes përfaqësuesve të myftinisë së Shkodrës dhe punonjësve të bashkisë ka vijuar edhe këtë të premte, pasi përfaqësuesit e myftinisë kanë bllokuar punimet të cilat po kryeshin për rehabilitimin e zonës së Zdrales. Pasi punonjësit e bashkisë Shkodër zhvendosën të njëjtën një tabelë të vendosur nga myftinia pranë Truallit ku po ndërtohet një kull 35 katëshe, përfaqësues të komunitetit musliman në këtë qytet, mëngjesin e së premtes kanë bllokuar punimet që janë duke u kryer për rehabilitimin e zonës së Zdrales, projekti i Bashkisë Shkodër dhe Fondet Shqiptar të Zhvillimit. Përplasja mes myftinisë dhe Bashkisë Shkodër ka nisur rreth një vit më parë kur u dha leja për ndërtimin e kullës me 35 kate, ndërsa situata është tensionuar edhe më shumë me nisjen e punimeve. Myftinia e Shkodër bashkë me Kishën Ortodokse dhe familjen Laçej pretendojnë se Trualli është në bashkëpronësi të tyre, duke cilësuar privatizimin e saj si grabitje të pronës. Për këtë Truall, palët janë edhe në proces gjyqësor me ndërtuesin. Në tabelën që u zhvendos nga punonjësit e bashkisë, myftinia e Shkodër kishte afishuar një thënie islamike ku shkruhej: kush grabit padrejtësisht qoftë edhe një pëllëm tokë në ditën e Kiametit, Allahu ka për t'ia varur në qafë edhe 7 palë tokë. Bashkia Shkodër përmes një reagimi në Facebook bëri të ditur se e hoqi tabelën me pretendimin se është vendosur pa lejë, duke e cilësuar si zënje të hapësirës publike. Përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit shkuan këtë të premte në Spaç të Mirditës. Kombinatorët vjen protestën prej një muaji duke kërkuar një përmirësim të kushteve të punës. Burime për News 24 bëjnë të ditur se takimi me spanëve ka dështuar pasi përfaqësuesit e ministrisë nuk kanë arritur të bindin përfaqësuesit e kompanisë që administron minierën e Bakrit, Tet Albania. Një takim i cili ishte në përputhje të plot me legjislacionin shqiptar për punën dhe greven. Takimi ka zgjatur për rreth 6 orë, ndërsa minatorët të zhgënjur kanë paralajmëruar se protesta e tyre do të vijojë deri në plotësimin e të gjitha kushteve nga kompania. Tet Albania ka ndërmarrë disa herë masa ndëshkues ndaj minatorëve, ku disa ditë më parë ka pushuar nga puna 76 prej tyre me arsyetimin se bojkoti i punës është i pajustifikuar. Bllokimi i buxhetit në Kongres ka bërë që më shumë se 5.000 fluturime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të anullohen ose të vonohen të premten në ditën e parë të rregullave të reja që detyrojnë linjat ajrore të zvoglojnë trafikun ajror. Më shumë se 5.000 fluturime në SBA u anulluan ose u vonuan të premten në ditën e parë të rregullave të reja që u detyrojnë linjat ajrore të zvoglojnë trafikun ajror gjatë bllokimit të buxhetit federal. Rregullat e reja hynë në fuqi të premten në 40 nga aeroportet më të mëdha të vendit për të lehtësuar presionin mbi kontrollorët e trafikut ajror dhe punonjësit e tjerë federal që raportuan se po punojnë pa pagesë mes bllokimit historik të financimit federal. Për të menaxhuar mungesat e personelit, Administrata Federale e Aviacionit lëshoi një urdhër emergjense që urdhëronte një ulje prej 4% të fluturimeve, e cila do të rritet në 10% deri në fund të javës së ardhshme. Urdhri që ndikon në aeroportet kryesore në New York, Los Angeles, Chicago dhe Washington DC u miratua pasi kontrollorët e trafikut ajror kishin raportuar lodhje gjatë mungesave të personelit, ndërsa punojnë për të siguruar që hapësira ajrore e SBA-s të mbetet e sigurt për pasagjerët. Vazhdimi i punës pa pagesë për më shumë se një muaj ka bërë që shumë kontrollorë të trafikut ajror të sëmuren nga stresi dhe të tjerët të detyrohen të gjejnë punë të dyta për të siguruar ushqimin. Fox News njoftoi se shkurtimet në fluturime mund të arrijnë 20% nëse mbyllja e qeverisë vazhdon dhe kontrollorët e trafikut ajror vazhdojnë të mungojnë në punë. Mbetet e paqartë se kur do të përfundojë bllokimi i buxhetit, por së fundmi ka pasur lëvizje në Capitol Hill, ndërsa në javët e para të bllokimit nuk kishte diskutime mes republikanëve dhe demokratëve në Kongres.
Presidenti Donald Trump tha gjatë takimit me kryeministrin hungarez Viktor Orban se nuk ka ndërmend të takojë Putin së afërmi, përsa ko Rusia po vijon sulmet mbi Ukrainë. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se nuk do të ketë një takim së afërmi me homologun rus Vladimir Putin, përsa ko Rusia ende nuk po ndalet në Ukrainë. Këto deklarata Trump i bëri nga shtëpia e bardhë, ku ai priti për një drek pune kryeministrin hungarez Viktor Orban, të cilin e konsideroi një lider të madh dhe mikun e tij. Por pavarësisht nga këto deklarata gjatë bisedës, presidenti Trump theksoi se do të donte të atakonte Putin dhe nëse do të atakonte një ditë, dëshiron që takimi të mbahet në Budapest për të diskutuar për fundin e luftës në Ukrainë. Mendoj se lufta në Ukrainë do të ndalet në një të ardhme të afërt, po u kushton shumë disa vendeve. Është një budallallëk që kjo luftë ndodhi, tha Trump. Ndërkohë kryeministri hungarez mbështeti qëndrimin e Trump se nuk ka asnjë dyshim se nëse ai do të kishte qenë në detyrë si presidenti i Shteteve të Bashkuara 4 vite më parë, lufta në Ukrainë nuk do të kishte nisur kurrë. Ai tha se çështja e luftës në Ukrainë është shumë e rëndësishme për Hungarinë, që dëshiron të jap kontributin e saj për vendosjen e paqes. Orban dhe Trump ndanë të njëjtin mendim se Kievi mund ta fitojë luftën vetëm nëse ndodh ndonjë mrekulli. Në fjalën e tij Trump sulmoi Europën për nivelin e lartë të emigracionit, duke nënvizuar se kontinenti i vjetër do të ishte më mirë pa këta emigrantë që po e pushtojnë duke hyrë nga do. Ai tha se vendet europiane jo vetëm duhet të frenojnë valën e emigrantëve, por edhe të largojnë ata që kanë hyrë në mënyrë të palishme në territorin e saj. Kjo është kërcënuese, po ndodhin gjëra të këqija. Shkalla e kriminalitetit është rritur ndjeshëm në Europë, ndërsa në Hungari ka shumë pak krim, sepse Orban ka ndjekur politikën e duhur me emigrantët, tha Trump për gazetarët. Kuvendi i Serbisë ka miratuar të premten me 130 vota pro dhe 40 kundër një ligj të posaçëm për shëmbjen e godinës së bombarduar të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave në qendër të Beogradit për t'i hapur rrugën ndërtimit të një hoteli luksoz nga Jared Kushner, dhëndiri presidentit amerikan Donald Trump. Rindërtimi është i ndjeshëm në Serbi pasi kompleksi modernist i mes të shekullit të 20 është shkatruar pjesërisht gjatë fushatës së bombardimeve të NATO-s në vitin 1999, që i ka dhënë edhe fund luftës në Kosovë. Me gjithë dëmtimet, ndërtesa ka mbetur në mbrojtje për shkak të vlerës arkitekturore, sipas aktivistëve lokal. Ky ligj na shkalon këtë mbrojtje duke shpallur projektin një prioritet kombëtar. Opozita paralajmëron parandalimin e shëmbjes godinës. Përpara miratimit të ligjit, deputetët e opozitës kërkuan që ai të tërhiqej duke cilësuar atë të palishëm, ndërsa shumica e qeverisëse ka argumentuar se ndërtesa e shtamit përgjithshëm nuk mund të rinovohej dhe duhet të shëmbej. Në Gjermani kërkohet të kthehen dhe sirianët, ardhja masive të cilëve 10 vjet më parë ka ndryshuar peizazhin politik dhe social në Gjermani. Por a do të jetë mundur jatësimi i rreth 1 milion sirianëve të ardhur në Gjermani për të mësuar më shumë? Lidhem tani me Auron Dodin nga Deutsche Welle. Auron, përshëndetje. Çfarë u kërkohet sirianëve në Gjermani dhe kush u kërkon? Përshëndetje. Shkëndijën debati për kthimin e sirianëve e mori nga një deklaratë e ministrit të jashtëm Johan Vadeful. Vadefuli vizitoi një periferi të shkatruar të Damaskut në Siri dhe u shpreh i prekur nga ajo që pa. Pas kësaj ai vuri në dyshim që përballë masës së shkatrimeve atje do të kthehej në plan afatshkurtër vullnetarisht një numër i madh refugjatësh. Ai shtoi se megjithatë duhet kthehen nga Gjermania në Siri rastet shumë të pakta të kriminalëve vërtet të rëndë. Por kjo u interpretua në Gjermani si vënie pikpyetje të kthimit të gjithë sirianëve nga Gjermania në atë dhe. Prandaj, ministri i brendshëm Aleksandr Dobrindt deklaroi se ne jemi në proces në përgatitjes së riadhesimeve në Siri. Dobrinti tha se duhet të lehtësohet presioni mbi komunat, qendrat e kujdesit ditor dhe shkollat. Edhe më qartë u shpreh kancelari Friedrich Merz. Ai solli në mend se lufta civile në Siri ka mbaruar. Tani nuk ka absolutisht asnjë bazë për azil në Gjermani. Dhe për këtë arsye, ne mund fillojmë riadhesimin. Merci madje shtoi se ata që refuzojnë të kthehen, sigurisht mund të dëbohen në të ardhmen e afërt. Mirë, a u kërkohet vetëm kthimi i azil kërkuesve të refuzuar dhe kriminalëve sirian apo i të gjithë sirianëve në fakt? Plan konkret deri tani qeveria gjermane dhe Ministria e Brendshme, sipas medjeve, kanë vetëm për kriminalët sirian dhe ata që konsiderohen kërcënim për sigurinë publike. Ata duhet kthehen sa më shpejt të mundur,
Kështu kërkon dhe marrëveshja e koalicionit qeveritar. Por te CDU-CSU-ja ka kërkesa që të kthehen atë dhe sirianët që nuk kanë kryer ndonjë krim, për të ndihmuar rindërtimin e Sirisë. Ministri i Jashtëm Vadeful e quajti në një deklaratë të mëvonshme interes legjitim të Gjermanisë që njerëzit që u është dhënë strehim këtu, për cilët taksapaguesit gjerman kanë paguar, të jenë të gatshëm të kthehen kur nuk kanë gjetur punë këtu. Shumica e sirianëve dihet që kanë ardhur në Gjermani pas vitit 2015, pasi Gjermania u hapi dyert. Atëherë Gjermania u pasi një model humanitar për botën. Pse kjo frym pikërisht tani ndaj sirianëve? Shkas për ashpërsinë e deklaratave janë sondazhet, jo veçanërisht sirianët, si grup popullate. Sondazhet janë brutale për partitë në qeveri, pranoi kryetari i grupit parlamentar të CDU-s Jens Spahn në një intervistë, që nga shkurti partitë në qeveri CDU-CSU dhe SPD kanë rënje. CDU-CSU-ja kanë rënë 4.5%, SPD-ja, Socialdemokratët, kanë rënë 2.4%, kurse partia e ekstremit të djathtë AFD ka shtuar 5.2%. Kjo sipas sondazhit të së martës të Institutit Demoskopik Forza, ku partia e ekstremit të djathtë AFD-ja merr 26%, CDU-CSU-ja merr 24% dhe SPD-ja, Socialdemokratët, marrin 14%. Një shumicë e qartë e gjermanëve, 76%, mbetet e pakënaqur ose shumë e pakënaqur me punën e qeverisë. Gazeta konservatore Die Welt pyeti nëse kancelari Merz ka zgjedhur rrugën e presidentit francez Macron, frikë nga reformat konsekuente, me gjithë deklaratat e forta. Ka nervozizëm mes partnerëve të koalicionit, siç e pam dhe në debatin për pamjen e qyteteve, pra se kush e ndikon negativisht pamjen e tyre. Gazeta me drejtim të majtë Süddeutsche Zeitung shtroi madje pyetjen, a do të shpërbëhet para kohë qeveria, apo do të mbaj edhe 4 vjete. A luajnë një rol për debatit dhe atentatet e kryera nga të huajt në Gjermani? Ardhja e mbi 1 milion refugjatëve sirian, afganas dhe të tjerë para 10 vjetëve e ndryshoi Gjermaninë. Sipas këndvështrimeve, e pasuroi ose e polarizoi. Në Gjermani erdhën kryesisht musliman arab, të ndryshëm nga muslimanët turq, që Gjermania i njihte. Më kujtohet një deklaratë e ministrit të atëhershëm të brendshëm të Gjermanisë Thomas de Maizière. Ai tha se francezët i kishin thënë: "Shikoni, muslimanët arab janë ndryshe." Me një moshë mesatare 26 vjeç, me angazhimin në jetën e qyteteve dhe në profesione me mungesa në Gjermani, për mbështetësit e migrimit, sirianët kanë ndikuar pozitivisht në jetën në Gjermani. Por kritikët thonë se migrimi prej vitit 2015 solli në Gjermani edhe mendsinë e vendeve të origjinës së migrantëve. Për të marrë një shembull, më parë në Gjermani nuk ka pasur demonstrata kaq fuqishme pro-palestineze dhe kundër Izraelit, siç pati pas ngjarjeve në Gazë. Sa sirian ka sot në Gjermani dhe sa janë integruar ata? Në Gjermani jetojnë aktualisht rreth 950.000 sirian. Shumica kanë ardhur gjatë luftës civile në Siri dhe kanë status mbrojtje humanitare. Për sa i përket integrimit, prej sirianëve të ardhur punojnë 60%. Shifër e lartë e integrimit në tregun e punës, kur te gjermanët kjo shifër është 67%. A do ta humbasin sirianët statusin e mbrojtjes atje? Më lehtë mund të riadhetësohen sirianët me statusin e qëndrimit i duruar, Duldung. Janë rreth 10.000 të tillë. Para një riadhetësimi, Zyra Federale për Migrimin dhe Refugjatët shqyrton nëse kthimin e pengon për shembull gjendja shëndetësore e personit. Pastaj është zyra e të huajve, autoritetet e migrimit, që kontrollon nëse kundër kthimit flet një integrim i mirë i migrantit. Arsimimi i tij, punësimi ose shkaqe sociale, si integrimi i fëmijëve të tij në shkolla. A ka patur ndonjë reagim nga sirianët në Gjermani pas këtij diskutimi? Deri tani ka pasur pak reagime. Me sa duket komuniteti sirian këtu pret konkretizimin e debatit. Një mjek me shtetësi siriane dhe gjermane shprehu në stacionin publik radiofonik VDR5 një lloj zhgënjimi nga kërkesa për kthim. Ai tha se u bën thirrje bashkëkombëve të tij të kthehej në Siri. Por njëkohësisht paralajmëroi se pastaj ta shoh Gjermania si do t'ia dalë pa sirianët në profesione kyçe. Ai akuzoi për sjellje ideologjike drejtues të CDU-s.
Në fakt, fillimin e ndryshimit të statusit sirianëve e nisi qeveria e kaluar gjermane, pasi ndryshoi situata në Siri. Edhe sot, si atëherë, populli vazhdon të shohë dy probleme qendrore në Gjermani: migrimin dhe ekonominë. Mirë, faleminderit Auron Dodi.